Në këto ditë me temperaturat e larta, procesi dezinsektimit është më së i nevojshëm. Qytetarët e Vlorës në opinionet e dhëna për televizionin 6+1 Vlora këtë të shtunë kanë theksuar se po ndihet problematika nga mushkonjat gjatë këtij sezoni veror, kryesisht në orët e para të mëngjesit, por edhe gjatë mbrëmjes. Ata thonë se insektet po kthehen në të bezdisur, por edhe në një situatë që po sill infeksione dhe probleme shëndetësore për ta. Qytetarët e Vlorës në opinionet e dhëna për televizionin 6+1 Vlora kërkojnë që procesi dezinsektimit të bëhet me cilësi dhe të prek të gjithë qytetin. Po pak sa kanë filluar, por nuk ka masive me fjalë tash, po kanë filluar me fjalë. Ka nevojë për spërkatje të lehtë me fjalë. Po, duhet. E këtu problemi është por anoj vesh që i themi neve, atëherë, por të nëshin nuk ka shqetësim, unë rrinë në Tiranë, po kam shpinë këtu. Shumë problem janë, normal si ka, shumë problem. Janë problem? Janë problem, ne rrimë atë nga kalaja, dhe as përkasën, as shketojnë, as pastëtojnë, as bëjnë lozhurat dhe kanë vatë, kanë bush për rejtë. E ata, na mermal ta shikojnë me sy, jo të bëjnojnë puna ndej. Na ka arruar fare ndej. Po, gjarëpëri? Gjarëpëri, me haka e dreqe, të birin, ati janë. Shumë të rrezikuar. Qarqarje, sirës janë shqetësim. Vetëm qarqafi të bënë ndërban. Keni filluar i ndjeni? Kemi ca mizat vogla në shtëpi, do që edhim ilaçe prapë nuk bëhet ndërban. Nuk e di çfarë, si është ilaçi s'ka dora, është s'ka gjin dota, nuk e di. Do duhet më shumë spërkatje, më shumë. Patjetër diskutohet. Nuk diskutohet që duhet spërkatje. Po, ka shumë. Ju në çfarë zoni? Ka shumë. Këtu te kjo shkolla industriale, po ka shumë. Po insektet tjera ka? Jo, insektet tjera jo, po këto janë problem, po su bëjnë dezinfektim. Prandaj bëni mirë me këto, që ta ngrini zërin edhe janë shumë problematike. Mendoni se nuk ka patur siç duhet? Jo, nuk ka. Për momentin që ka shumë. Televizioni 6+1 Vlora ditët e fundit ka zhvilluar vëzhgime në zona të ndryshme të qytetit të Vlorës, në periferi, por edhe në qendër të tij, ku në fakt ka patur problematika nga prezenca e mushkonjave. Edhe pse procesi dezinsektimit nisi me bujë të madhe, duket se problemet janë të pashmangshme dhe ato po ndihen nga qytetarët e Vlorës, kryesisht në zonat bregdetare, por edhe në zonat periferike. Qytetarët kërkojnë që dezinsektimi në këto ditë me temperaturat e larta, por edhe gjatë sezonit veror, të bëhet në mënyrë të rregullt.